Një ditë pas rastit të sëmundjes së baktive në fshatin Dome të njësisë Postrib në Shkodër, një tjetër rast është regjistruar, këtë herë në fshatin Trush, po në bashkinë Shkodër. Fermieri Lush Lushi thotë se kanë ngordhur disa bakti, ai akuzon se nuk i kanë ofruar asnjë ndihmë dhe nuk i shkon askush për analiza. Ta as bojnë bercelozën, ta as bojnë plasën, ta as bojnë paratikën, ta as bojnë kur zjovet, kapin i shesin i loqet diku jashtë shtetit. Pasha i këtë kryç, mas më kap më rëmjen të rejse, ma kanë bojnë një sëmë, alo që se më ka pa kap berceloza. As pas trim vahet, as edhe i mikimit, as edhe i mëjmet. I tërë, so baktit kanë cofty? Ja 7 e atit, po ja, nuk kemi sigur. I cofën është aty. 8 janë bë. Ose mendon se ju ka ardhur kja smundje? Zoti din. Vesh më marrëmendja që kaq kam pasion për baktin që kisha me do gjysën e trupit për ta. Në më kanë thonë nga virusi. Virusi, si njerëzve. Kur s'gjen me bo analiza, kur s'gjen me po, vetë virus, shko bleja si gjilpon është 10.000 lek, 5.000 lek, shko mërë vetinojnë me bo e i dënë edhe 10.000 lek. Në s'di ka me shku më kështu, nuk shohim për krisht me mushëringën, se pasha krishtin i bajvet, po nuk shoh me mushëringën. Kjo sëmundje është përhapur në zonë e Trushit edhe në fermat të tjera, shton fermieri Lushi. Kjo situatë, a është vetëm këtu te ti? Ka bovë në bëjnë zonë. Ka në zonë Trushit. Ka, sa ka. Pas bëjnë zonë, kanë frikë. Kanë frikë, se hekun pensionet, hekun dallavere si kanë bëjnë, morin fondet të njëmë dhe tjera huja, pa ti lene mëj motër, se që bëjtë tës, veç inu mjë zë krishtet dine. Nga ngordhja baktive janë shkaktuar dëm ekonomike në fermën e Lush Lushit.